Sekreti i qytetit të humbur të Andaluzisë. Në jug të Evropës, aty ku dielli ndriçon tokën spanjolle dhe ku rrugët e vjetra ruajnë kujtime mira vjeçare, ekziston një histori që shumë njerëz e kanë harruar. Një histori për një tokë ku u ngritën qytete të mëdha, ku shkenca lulëzoi, dia u bë pasuri më e madhe se ari. Kjo është historia Andaluzisë, një vend që për më shumë se 800 vite ishte një nga qendrat më të rëndësishme të botës. Sot shumë njerëz e njohin Spanjën për plazhet, futbollin dhe kulturën moderne, por në rrugët e saj të vjetra shihet një kapitull i jashtëzakonshëm historie. Një epokë kur qytetet e Andaluzisë ishin ndër më të përparuarat në botë. Kur në shumë vende të Evropës njerëzit jetonin në qytete të vogla dhe të pa organizuara, në Andaluzinë islame ekzistonin biblioteka të mëdha, spitale, qendra studimi dhe ndërtesa madhështore. Por çfarë e bëri këtë vend kaq të veçantë? Cili ishte sekreti i qytetit të humbur të Andaluzisë? Për ta kuptuar këtë histori, duhet të kthehemi më shumë se 1000 vjet pas në kohë. Në vitin 711 pas erës sonë, një ngjarje ndryshoi gjithmonë fatin e gadishullit iberik. Ardhja e Islamit dhe lindja e Andaluzisë. Në vitin 711, ushtria muslimane udhëhequr nga komandanti Tariq ibn Ziyadi kaloi ngushticën që sot njihet si Gibraltari dhe hyri në tokat e Spanjës së sot. Brenda një kohe të shkurtër, pjesë të madhe të gadishullit iberik u përfshin në një epokë të re. Kjo tokë mori emrin Al-Andalus. Por historia e Andaluzisë nuk ishte vetëm histori betejësh. Ajo ishte histori e ndërtimit. Njerëzit ndërtuan qytete, zhvilluan bujqësinë, krijuan sisteme të avancuara ujitje dhe hapën rrugë të reja tregtare. Një nga qytetet më të rëndësishme ishte Cordova. Ky qytet u bë zemra ekonomike, politike, kulturore, diplomatike e Andaluzisë. Në shekullin e 10, Cordova ishte një nga qytetet më të mëdha të botës. Ajo kishte rrugë të organizuara, tregje të pasura, kopshte të bukura dhe qendra ku njerëzit kërkonin dije. Por pasuria më e madhe e Cordovës nuk ishin ndërtesat, ishin librat, ishin dietarët, ishte dëshira për të mësuar. Në bibliotekat e saj ruheshin vepra nga fusha të ndryshme, mjekësi, matematikë, astronomi, filozofi dhe letërsi. Cordova u bë një dritë e dijes në një kohë kur bota po kërkonte rrugën e saj drejt zhvillimit. Sekreti i madh, dija që ndryshoi botën. Sekreti i Andaluzisë nuk ishte vetëm fuqia politike. Sekreti i saj ishte dija. Dietarët e saj nuk u mjaftuan vetëm me rujtjen e jorive të vjetra, ata i studiuan, i zhvilluan dhe krijuan ide të reja. Një nga figurat më të rëndësishme ishte Al-Zahrawi. Ai ishte një mjek i madh i Andaluzisë dhe konsiderohet një nga themelusit e kirurgjisë moderne. Shkrimet e tij u përdorën për shekuj nga mjekët në Evropë. Një tjetër figurë e madhe ishte Ibn Rushdi. Ai ishte filozof, mjek dhe studiues i njohur. Idetë e tij ndikuan në shumë mendimtar evropian. Në Andaluzinë Islami u zhvillua gjithashtu astronomia, matematika dhe teknikat e bujqësisë. Por ndoshta gjëja më interesante ishte mënyra se si dija kalonte nga një popull te tjetri. Librat u përkthyen nga greqishtja, latinishtja dhe arabishtja. Njohurit u udhëtuan nga Andaluzia drejt pjesëve të tjera të Evropës. Kjo periudhë tregoi se qytetërimet rriten kur njerëzit shkëmbejnë ide. Edhe pse shumë shekuj kanë kaluar, gurët ende tregojnë historinë. Një nga dëshmitë më të mëdha të kësaj epoke është Alhambra e Granadës, e ndërtuar mbi kodra me kopshte, ujëra dhe dekorime të jashtëzakonshme. Alhambra është një simbol i artit dhe arkitekturës islame. Çdo detaj i saj tregon kujdes, durim dhe dashuri për bukurinë. Një tjetër monument i madh është Xhamia e Cordobës. Harqet e saj të famshme, kolonat e shumta dhe madhështia e saj arkitekturore e bën një nga ndërtesat më të njohura në botë. Por Andaluzia nuk ishte vetëm pallate dhe xhami. Ishte edhe toka e kopshteve, ujit, shkencës dhe tregtisë. Sistemet e ujitjes që u zhvilluan në atë kohë ndryshuan mënyrën e bujqësisë. Shumë fjalë në gjuhën spanjolle sot kanë origjinë arabe, si dëshmi e ndikimit kulturor që mbeti pas. Andaluzia ishte një vend ku kultura të ndryshme u takuan. Një vend ku historia tregoi se bashkëpunimi mund të krijojë diçka madhështore. Rënia e qytetit është trashëgimia që mbeti, por çdo epokë ka fillimin dhe fundin e saj. Me kalimin e kohës, fuqia politike e Andaluzisë filloi të dobësohej. Mbretëritë e kështera në veri të Spanjës filluan të zgjeroheshin drejt jugut. Pas shumë betejësh dhe ndryshimesh, territori musliman u zvogëlua gjithnjë më shumë. Në vitin 1492, Granada, qyteti i fundit musliman në Spanjë, ra. Pas afro 800 vjetësh, një kapitull i madh i historisë përfundoi. Por qytetërimet nuk maten vetëm nga sundimi i tyre, ato maten nga gjurmët që lënë dhe Andaluzia la gjurmë të thella në arkitekturë, në shkencë, në kulturë, në kujtesën e njerëzimit. Sot kur ecim në rrugët e Cordobës ose shikojmë muret e Alhambras, nuk shohim vetëm ndërtesat e vjetra. Shohim dëshmi të një kohe kur dija ishte pasuria më e madhe. Shohim historinë e një qytetërimi që kërkoi të kuptojë botën përmes shkencës, artit dhe kulturës.
Ky është sekreti I qytetit të humbur të Andaluzisë. Ai nuk ishte I fshehur vetëm në gur, ai ishte I fshehur në libra, në mendjet e dietarëve dhe në trashëgiminë që vazhdon të jetojë edhe sot. Andaluzia nuk është vetëm një kapitull I së kaluarës. Ajo na jep mësime edhe për të ardhmen, se si dituria, libri, shkenca dhe inovacioni e përparojnë kombin, qytetin, vendet, njerëzit.